Horoskopi e martë 24 shkurt. Dashi, sot dikush mund do të pyesë se për çfarë po mendon. Sot do të jetë sikur je futur brenda vetes në kërkim të përgjigjeve për pyetjet shpirtërore ose sekretet e jetës, si është thuaj se po përpiqesh të pushosh pasi ndoshta nuk do ta kuptojnë se për çfarë po mendon gjithsesi. Demi, qasja e papjekur e dikujt në punë ka gjasa t'ju bëjë të ndiheni keq, zemërimi po ju vërshon nga brenda dhe nëse nuk jeni të kujdesshëm mund të sulmoni në një mënyrë që mund të trembë njerëzit me të cilët komunikoni, mundohuni të jeni më të duruar. Binjakët, sot mund të ndodhë një lëvizje fuqishme në punë dhe nëse nuk bashkoheni kësaj lëvizje mund të mbeteni mbrapa, mos e përbuzeni idenë vetëm sepse preferoni të qëndroni tek ajo që është e njohur dhe e rehatshme. Rreziqet e ndërmarra sot do të shpërblehen. Nga forja, gjithçka në të cilën beson po funksionon në favorin tënd, mundësi të rrethojë në lidhje me karrierën tënde. Energjia jote fizike është e fortë dhe je jashtëzakonisht me fat. Shfrytëzoje këtë kohë të favorshme. Luani, dita e sotme mund të sjellë zgjerim dhe prosperitet të mrekullueshëm për ju nëse jeni gati të bëni kompromis dhe të punoni me të tjerët, diçka që nuk duhet të jetë shumë e vështirë për ju. Mbani sy të hapur ndaj asaj që ju rrethon, në vend që të qëndroni të fiksuar vetëm në një çështje. Virgjëresha, nuk ndiheni në harmoni me punën sot dhe mund të pyesni veten nëse jeni vërtet të destinuar të bëni punën që po bëni. Mos merrni vendime të nxituara, sot mund të jetë një pikë e keqe për ju, por kjo nuk është arsye për të dorëzuar. Peshorja, elementët janë në vend që ju të bëni përparime të mëdha në punën tuaj. Ekziston një shkallë e lartë energjie në ajër që mund të shfrytëzoni në avantazh, begatia po ju pret. Akrepi, energjia e ditës të inkurajon të zgjerohesh, mendoni një shkallë të gjerë, kjo është koha jote për të shkëlqyer. Apliko për një ngritje në detyrë ose rritje page, dërgo CV-n tënde në një kompani që nuk e ke menduar kurrë se mund të të punësojë. Suksesi është i yti, pranoje atë. Shigjetari, ka shumë energji sot që mund ta shprehni duke çuar partnerin apo partneren në një vend emocionues nëse është e mundur. Mund të jetë një ide e shkëlqyer për të realizuar një aventurë së bashku. Mund të mendoni dhe realizimin e një surprize romantike. Briciapi, merrni pak kohë për të qetësuar dhe pak hapësirë për të menduar gjërat, pastaj kur të ndjeni gati, bëni disa biseda të vërteta pasi kjo mund ta zgjidhë problemin një herësh me personin që dashuroni. Ujori, edhe pse dini se çfarë do të doni të bëni në lidhje me një çështje të vazhdueshme, mund të mos dëshironi ta mërzisni partnerin tuaj pasi ai mund të mos jetë dakord. Sot ju inkurajoheni të përballeni me faktet ashtu siç janë dhe të filloni procesin e zgjidhjes së situatës hapasapi. Peshqit, do të ndiheni të inkurajuar të flisni hapur dhe me ndershmëri deri në një farë pike. Për disa çështje mund të mos dëshironi ta bëni këtë. Kjo do të ishte një gabim, veçanërisht tani që keni një mundësi kaq të mirë për ta zgjidhur këtë situatë.